Për 2 ditë me radhë në Durrës u zhvillua edicioni 28 i Festivalit Ndërkombëtar të Valleve dhe Lojrave Popullore, Luajmë dhe Vallëzojmë, ku morën pjesë 280 fëmijë nga Shqipëria, vendet e rajonit dhe Evropës. Të veshur me kostume tradicionale, fëmijët sollën një pjesë të traditave të vendeve dhe trevave nga vinin, si Ukraina, Polonia, Malizi, Turqia, Kosova, Maqedonia e Veriut e të tjerë. Ortam çok güzel. Jam shumë e lumtur që i bashkojmë sërish këtij festivali, ku çdo vit numri i grupeve pjesëmarrëse po rritet. Ne vim nga Turqia dhe na pëlqen shumë që ndodhemi këtu. Güzel bir eğlenceli ortam var. Nuk është hera e parë që ne vijmë në këtë festival. Valle motive nga Kosova, me lojra popullore edhe me valle festive. Nga Maqedonia e Veriut në Shqipëri. Është hera e parë. Po është hera e parë. Kjo pjesëmarrje duket shumë e bukur dhe mendojmë që të kemi shumë suksese. Drejtuesja e Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Durrës, Alda Zyferi, tha se përveç pjesëmarrjes në festival, fëmijët do të njihen edhe me pika turistike të qytetit bregdetar. Gjithsej janë 12 grupe të cilët përfaqësojnë jo vetëm valle, por me lojra popullore, kulturën e tyre. Sot kemi dhe ekspozitën turizmi në qytetin tonë, përveç aktivitetit të festivalit, gjithashtu dhe gatimet nga secila shkollë ka marrë përsipër të mirëpresin një prej grupeve me gatimet tradicionale shqiptare. Kupën e festivalit e mori grupi nga Prishtina, ndërsa fëmijëve ukrainas u shkoi çmimi special i juris.